Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha vijon takimet me banorët në qytetin e Vlorës. Dredha po shikon nga afër në terren problematikat infrastrukturore të qytetarëve. Në vijim të turit të takimeve në çdo lagje, kryebashkiaku Dredha u ndal në një takim me banorët e lagjes Partizani. Vizituam të gjithë zonën, thot kryebashkiaku, për të parë nga afër çdo shqetësim që kërkon ndërhyrje nga ekipet e bashkisë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka zhvilluar takime edhe me banorët pranë zonave bregdetare të qytetit, ku edhe ato kanë probleme në infrastrukturë. Në çdo segment të qytetit për të dëgjuar banorët dhe për të dhënë shqetësimeve të tyre zgjidhjen më të mirë, shprehet ndër të tjera kryebashkiaku. Edhe në ditët në vijim së bashku me stafin e tij, kryetari i Bashkisë Ermal Dredha do të vijojë takimet në qytet për të evidentuar problematikat, por edhe për të dhënë zgjidhje problemeve me investime të rëndësishme, kryesisht në infrastrukturën rrugore.